Përshëndetje Shpirtran Evolucion, po ju jap një terapi të plotë për të gjithë juve që do ta shikoni. Kjo video, kjo terapi falas nuk ka kohë, mundet kurdo që ta shikoni, akoma dhe në qoftë se dëshironi ta përsërisni mund ta përdorni. Këto letra që shikoni janë terapi, janë spira, si që shikoni energji, që energjia nuk ka nevojë nga se vjen, vetëm dërgohet dhe i qëllimi që mund të vejë një person mund të dërgohet dhe të punoj kudo që je në tërë vendet e botës. Janë spira, letrat e sistemit përfaqësik që nga kryengjëll edhe engjëll që të ndihmojnë për shërimin tënd. Dhe kjo terapi falas është për ty që shikon për të larguar dëshpërimin. Si ju kam thënë, gjithmonë ndaj çfarë punoj me veten. Dhe mos u mërzit, sepse dëshpërimi jot nuk është tendi, nuk ka filluar me ty, por sot ti do lirosh dëshpërimin nga brenda teje, bëj qëllimin, mbyll sytë dhe shikoj këto energji si do të ndikojnë në trupin tënd. Liron dëshpërimin nga ty dhe nga 14 breza mbrapa nga paraardhësit dhe nga jetët që ke jetuar më parë dhe je dëshpëruar nga çdo gjë, nga ana ekonomike, shpirtërore ose personale. Kudo që ke ndjerë këtë dëshpërim, është joti apo jo, sot do të lirohet. Dhe këtu dua të të them, në qoftë se dhe ti që shikon, ke ndonjë sëmundje, ke të dish mos harro se sëmundjet janë bllokimi i energjisë, dëshpërimi, urrejtja, mashtrimet, zhgënjimet, tradhtitë janë nga emocionet më të rëndësishme, më të fuqishme që të bllokojnë energjinë. Nuk të them mos shko në doktor, por po të them që shiko edhe nga ana emocionale, nga ana energjitike, të lirosh, sepse vetëm ilaçet nuk do të bëjnë punë, sepse sëmundja u krijua aty nga emocionet e bllokuara. Unë jam Erita Cake, terapiste energjike, trajnere e zhvillimit personal dhe gjithashtu shkrimtare e 4 librave, 2 në shqip, 2 në greqisht, që janë aty të ndihmojnë si metodë shërimi nga 83 frika. Gjithashtu jam aty të ndihmojnë dhe si trajnere udhëheqëse për zhvillimin tënd personal dhe me librin Agenda Magjike. Në të njëjtën kohë jam këtu për të gjithë ju që doni të punoni në individë dhe në grupe. Dhe për të gjithë ju që më dëgjoni dhe më shikoni dhe keni nevojë, institucione të mëdha, shoqëri, të gjithë bashk, pse jo të mblidhemi dhe statiume të mëdha që kam veglat dhe metodat e ndryshme që mund të bëhet shërimi në tërë popullsinë, në ata që janë gati që të bëjnë diçka ndryshe nga ato që keni bërë deri tani. Ju flas me përvojën time, ju flas me gjithçka që kam kaluar. Nuk jam këtu të bëj diçka që nuk e kam provuar vetë. Prandaj, ju bëj thirrje thjesht gra edhe burra që të shërojmë shpirtin tonë, zemrën tonë, aty ku është gjithë fuqia magnetike e lidhjes me veten dhe e lidhjes me universin, me Zotin. Mbylli sytë dhe shikoj të gjitha këto spirat me radhë energjit të vinë tek ty. Nuk është nevoja ti kuptosh se janë në gjuhën greke, po të them kryengjullit, i pari është kryengjulli Arkangjelo Zakliil, kryengjulli Zakliil, të sjell një spirë për një fillim të ri. Vetëm që po e bën këtë terapin, po bën diçka të re. Po ja u dërgoj të gjithëve aty ku jeni dhe më shkruani çfarë ndjeni, më shkruani poshtë në YouTube ose në TikTok, akoma dhe në privat, çfarë ndihet. Kryengjulli Uriel,
sjell energjinë e lumturisë. Kur punon me diçka të re, të vjen lumturia dhe lirohet dëshpërimi. Kryengjëlli Rafail ju dërgon terapi në fushën tuaj energjetike. Kryengjëlli Razil ju dërgon energjinë shumë ngjyrshë si të ylberit dhe liron dhe shkatron të gjitha sistemet e programeve të ndryshme. Kryengjëlli Uril sjell zgjidhjen tuaj, atë që dëshironi vjen nga universi tek ju kur janë larguar programet e paraardhësve tonë. Kryengjëlli Uril pyer i njëjti thot që vjen energjia ti bëj në mendje veç qëllimit çfarë dëshiron të bëhesh dhe shko drejt atij se gjithçka do bëhet. Shkojmë tek kryengjëlli dhe engjëlli të mbrojtës që është aty për ty, të dërgoj të lirohesh nga sistemi, nga një bllokim i sistemit që nuk ka filluar me ty, por ka qenë që në fillim të krijesës, që në krijimin e gjinisë femërore dhe maskullore, dhe që kur është krijuar këtu dy polet e ndryshme, pozitive a negative, të bardhën dhe të zezën, errësira dhe drita, gjithçka ti sot je gati të dalësh nga ky rreth, ndroj veten të dalësh nga ky matrix, nga gënjeshtrat që na bëhen. Kryengjëlli Rafail të dërgon nga universi një mësim të ri që këtu e tutje. Kryengjëlli Rafail të dërgon tek ty terapi në qelizën tënde, që të gjitha informacionet që janë të shkruara në ADN-n tënde, që kur ke ardhur këtu në botë, çfarë ke jetuar dhe më parë dhe nga paraardhësit tënd, vjen ta liroj. Dhe vjen engjëlli të mbrojtës të të ndihmojë që të sjellësh në qendër, në ekuilibër, në balancë, gjininë femërore dhe maskullore, të bardhën dhe të zezën pranë një. Dhe vjen kryengjëlli Serafim, një kryengjëll shumë i madh që të cilë shikojeni këtë figurën, është shumë e rëndësishme. Shikojeni veten që jeni dhe krijohet një energji në ngjyrë floriri, bëhet si trekëndsh, je i mbrojtur, është një nga energjitë më të forta dhe zhvillimi Merkaba quhet, që të gjithë drita e universit vjen për të mbrojtur ty aty. Dhe për si përfundim, kur ti kesh bërë të gjitha këto, do të vijë dhe kryengjëlli Samuil dhe kalon tani besimi tek vetja jote dhe gjeni në përgjithësi, më falni, flas edhe nganjëherë greqisht, dhe besimi te vetja jote dhe të arrish të krijosh besim të vetja, dhe kur kam besim tek vetja, kam punuar me veten, asnjë emocion nuk mundet të më largojë nga rruga që unë dua të jem. Ju falenderoj, më shkruani, shpërndajeni videon, sepse këto janë terapi që ju nuk mund t'i shikoni sa vlera të mëdha ka, po unë po ja u dërgoj me dashuri dhe në kohën time, vetëm që të ndihmoj me mënyrën time, dhe jam në misionin tim, jam okay, dhe ju falenderoj. Për më tepër terapi mund të komunikoni me mua. Faleminderit.